Atëherë një fitore jo vetëm që ju ka siguruar kualifikimin, po ka entuziazmuar pafund gjithë opinionin sportiv shqiptar. Na vjen mirë që kalojmë turin e tretë eliminatore të Conference Ligës. Gati po bëjmë të njëjtin rrugtim që kemi bërë edhe vjet. Vjen mirë që përveç Ignatias që bëri një paraqitje të mirë në Sloveni, por që nuk ishte fati me ato, edhe neve bëjmë një paraqitje të mirë në këtë, që do të thotë që neve po përfaqësojmë jo vetëm Dinamon, jo vetëm tifozërinë tonë, jo vetëm klubin tonë që është shumë i titulluar, por që bashkë me Ignatian po përfaqësojmë edhe futbollin shqip të klubeve, përfaqësojmë futbollin e klubeve në arenën ndërkombëtare, që do të thotë që edhe Shqipëria po bën mirë dhe besoj që po rritemi të gjithë, edhe si klube, që jo vetëm në kampionat, por edhe në arenën ndërkombëtare, paraqitemi sa më mirë të jetë e mundur.